Unë për pak nisëm për në jug, kështu që thash të bëjmë pak shopping bashk para se të ikim. Unë jam të multi-brandi që you guys know, po kanë marrë një super koleksion të ri, and I wanted to show you të brandin Camilla që ju kam treguar edhe në story dhe shumë e keni pëlqyer brandin Camilla. Këto koleksionet kaq të bukura, because it's so amazing, but I'm gonna try them on që ta shihni tamam. Look. Oh my gosh, sa bukur është ky fustani. I'm obsessed. You know, këto momente jam duke dashurar ngjyrat. Shifë sa e bukur është ky jumpsuiti, ka këto xhepat. I'm obsessed me këto paterna, është kështu si me xixa, me ngjyra. Kjo gjë në fakt është halter dhe lidhet këtu nga mrapa, po unë e kam bërë wrap këtu nga para se mendoj duket më chic, më cute, më nuk e di, I really love this vibe. Kjo është nga ato outfitet që ti del me këtë dhe gjithë mendojnë kur të shohin sa bukur është veshur kjo, do një çantë të verdhë ose me një nga këto ngjyra, kështu që të jetë wow, një pak shapka me ngjyra, pse jo dhe një shall të koka, një gjë të bukur, një aksesor, çavat të bukura dhe ti bën një mega outfit që nuk ka asnjëri. I love this. Okay, këtë do e marr patjetër, nuk I love this. Shumë e bukur. Ky brand realisht ka gjëra shumë të veçanta. Edhe kualiteti linos është 10/10. Okay, nëse do të jesh e veshura më e bukur në vendin që do shkosh, this is the dress, guys. Oh my god. I love this. Kjo është një fustan që nuk është vetëm për në plazh, se mendoni se janë veshje deti, vere. Këto janë veshje verore. Ti mund ta veshësh edhe për një drek, një dark në Tiranë, këtë me një paltaka edhe me të sheshta, po mund ta veshësh edhe me pushime në plazh, është shumë versatile si fustan. Nga që është edhe kështu si wrap, ti mund ta veshësh edhe të hapur me një lloj stili, nuk e di, mund ta stiloni shumë bukur këtë veshje me shumë aksesorë të ndryshëm, ta bëni të përshtatur për një dark të bukur në Tiranë, po gjithashtu edhe për një dark të bukur ose edhe në drek, se thash dark. Këtë mund ta veshësh në Monaco për të pirë një kafe, në Tiranë te Arena për të pirë një kafe. Është fustan i bukur. I love this. Mendoj se edhe kjo do merret. Nuk mund ta lej këtë pa u marrë. Kjo është shumë e bukur. Si mendoni? Okej, ky patjetër do vi me mu. Ky fustani është 100% vibe im. Ka komplet kurrizinjar, se kjo gjëja lidhet këtu. Është super cool. Duke qenë se i vesh dhe ikim në jug për darka që do dal me goca, do pim një gjë, do hajm një dark. I'm gonna wear këtë fustanin dhe do jem super on top. Kjo është such a beachy vibe, fix për plazh. I love it. Me thënë të drejtën, e kam edhe në dollap për dimër, kur të kem ndonjë event, ndonjë fest, ndonjë gjë, ndonjë ditëlindje, ky fustani është versatile, kështu që nuk do më hiki kot, nuk e kam vetëm për në verë, do e kem gjithkohës. Ky seti është so girly, so cute. Dhe gjëja më e bukur është që kombinohet në fakt me atë çantën e re që sapo kam bler. I love this. Kjo është fix ato ditët, për shembull si sot, do nisemi për plazh dhe veshim një gjë të tillë, ose në darkë që do dalim për të pirë një kafe, gjatë ditës kur do shkojmë për shopping. It's a really cute outfit dhe në fakt kombinohet me çdo lloj gjëje, sidomos tani që është shumë vap dhe s'po durojmë dot veten tonë le më rrobat. Kjo është një gjë që je shumë e veshur, po prap je super cute. I love this.